sa ma shumë që të bëhet luftë kundër Islamit, largohu prej kësaj fesë të pushtuesit, fesë të gjakatarit që na mojti në brasje e në premje e na sklavnoj për 500 vjet, largohu prej këtij, pra shtohet gjithnjë në media këto mongolet, turka, arab, këto fe e prapametën, sa ma shumë që të shtohen të fjallë, ju sa ma shumë duhet me i mush xhamien, sepse duhet me kuptu identitetin tuj. Duhet mu kuptu sa tu sulmu identitetit tuj. Se kjo është një fymje shumë e madhe ndaj shqiptarëve. Që i ban 90% shqiptarëve njerëz frikacak, njerëz servila, njerëz të poshtën, që për hatër të dajakut kanë pranu fen edhe e kanë majt edhe i qëllë sa vjetë mas ju ka ik, aj prep kanë vazhdu me majt prej friket. Jo më jo, na kena zgjell sepse ashtu na përshtat me identitetin tonë, sepse na ka udhëzu Allahu në rrugën e drejtë. Këto sakrifica duhet me i batë në rrugë. Xhamati duhet me mush sa ma shumë xhamin. Ai që flet duhet me sakrifiku me fjalën e tij dhe mas më trem. Xhamati duhet me sakrifiku prej kohës dhe rahatisë vetë që me ardhë dhe mi mush xhamien,